kur njerëzit do të prezantohen dhe të paraqiten para Allahu xhallahu ala për të dhënë llogari. Andaj në këtë rast Allahu xhallahu ala sikur se ka në hadith me Muadh që e transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij hadith sahih, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i afrohet besimtarit. Që tash ky që ka marr, ky angazhimi që ka pas pozitiv, ky që është mundu gjithçka në këtë dunjë lodhin me pas. Ka ditë që do të më lodh, po lodhin ka dash, e të lodha tjetër për Allahun xhallahu ala. Kënimi që është lodh të jetën për Zotin. Allahu xhallahu ala nuk don me lodh për zdytë të janë nxirr ka një çka ke bota. Apo prandaj kemi thonë, është një frikë ose këtu ose atje. Apo është një frikë ose këtu ose atje. Kush këtu i fiksohet Allahu xhallahu ala, e siguron Allahu xhallahu ala në ahiret atë. Kush këtu lodhet për Allahu xhallahu ala, e bën Allahu me poshu në dunjë në ahiret atje pas. Ti zgjidhe ç'kyç po do më jabu, ku po do më lodh dhe ku po do më poshu. Andaj Allahu xhallahu ala i afrohet besimtarit. O yadau kanafa. Kanaf i thon krahut. Allahu a'lam ç'është ata. Kjo është gajb, na nuk e dim. Por Allahu xhallahu ala e vendos krahun e tij mbi besimtarin. Ke pas sikurse Allahu të konë shembull më mirë, po në ilustrim nga kjo botë, kur don ti dikujt mi ka dhënë msheft, kur mos mëni, ka qenë dorën për mirë dhe ka qenë kokën të veshit. Kjo është një simbolik e afërsisë së madhe që kemi këto që po i flet apo. Andaj Allahu xhallahu ala i afrohet besimtarit, e vendos këtë krah mbi të, edhe i thot, atë kujtohet që kjo kur e vëshë. Fa yuqirruhu abdu. Edhe thot po Zot. Atë kujtohet kur u false e si kishe bashkë me ata unë atë. Atë kujtohet që më ndeshën aton, po ja raf kujtohet. Atë kujtohet kur shkosh atje e diri që s'bën më shku atje. Allahu xhallahu ala ja përmend ato që me qito unë më dënuar. Apo edhe pasaj fe yuqirruhu abdu po Zot. Hik vetëm ja kur s'pënin miliona miliarda njerëz të prit gjykimin, ti vetëm me Allahu xhallahu ala. Në këtë akt madhështor, ti vetëm me Allahu xhallahu ala. Vetë një gjunaf për i tyne me ta shpall Allahu xhallahu ala është i mjaftueshëm me gjujt në xhenem. Këto po ti përmend Allahu xhallahu ala, edhe po atë kujtohet të thosh, po ja Rab. Me një keqare të madhe, e din që s'e mohan, sa e din saksisht, thosh fa yuqirruhu abdu. Edhe e pranon robi i tij. Atëherë Allahu xhallahu ala i thot, satartuha alayka fi dunya. Ti kum lum dunya këtu. Kom nuk të punë dënja, edhe unë sot po t'i blej, shka se i linjat. Ka për libën edhe shka të gjenetet jatë. Ka përse e tash, atë detajzim, ka një, pse e bune, pse se bune, ti s'bën pjesë të apë. Se kena njetë me t'lodhë sot, mas i e lodhë njerë për neve në dënja. Që kjo është hisabë njësira.